kam edhe një frikë tjetër, ndonë se nuk thuhet hapur, por ne do ta shohim gjatë ditëve në vim. Unë kam frikë që sepse kohë pas kohë në mënyrë të tërthor të shtëm, po jo asnjëherë në mënyrë eksplicite, që mundohet që njëri prej kritereve shtesë për suspendimin e masave sankcionuese të jetë edhe fillimi i procedimit të draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe për dërgim në gjykatën kushtetuese. Po ndëgjoj në fakt Kosovës është bërë thirrje në mënyrë është bërë thirrje në mënyrë ta çoj për kontroll kushtetues. Fillimisht është tentuar që kjo të bëhet nëpërmjet joshjes. Do që filloni këtë procedurë në mënyrë që Kosova të në mënyrë që të hapet rruga e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ai është, momenti i parë. Kompromisi politik nuk u bë. Kosova, qeveria në detyrë, jo Kosova në tërësi, mos themi kështu, po qeveria atëherë me fuqi plot refuzoi ta bënte një gjë të tillë. Në atë kohë pastaj kryeministri Albin Kurti e ndroi edhe skemën, fillimisht e kishte pranuar këtë draft statuti, kishte mbrojtur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës si arritjen më të madhe në procesin e dialogut prej se ka filluar nga viti 2010 dhe në ndërkohë e hapi një derë tjetër që nëse duhet vije deri te draft statuti, nuk është që nëse duhet vije deri te themelimi i bashkisë komunave, nuk mund bëhet nëpërmjet qeverisë së Kosovës, por sipas njëjtave procedura që është themeluar asociacioni i komunave të Kosovës që është ekzistues ku marrin pjesë gjitha komunë, që ajo duhet të jetë shprehje e vullnetit spontan dhe autonom e komunave serbe nëse dëshirojnë ta asociohen e të bashkohen ndërmjet vetit dhe që ato duhet ta bëjnë një gjë të tillë edhe për t'i hap rrugë procedurave të tjera. Dhe unë tash kam dyshimet e mia. Uroj që të mos jetë kështu, por kam frikën, skepsën time që do ta përdor si kartë presioni Bashkimi Evropian, do ta përdor Brukseli pikërisht temën e sanksioneve për ta detyruar Kosovën që ta ndërmarrë hapin fillestar në drejtim të zhbllokimit të kësaj agjendi.